tre grupe të njerëzve janë që në ditën e gjykimit unë do të jem hasmi i tyre. Allahu është hasmi i ti. Këta tre njerëz ruaju ti si musliman, mos u ban prej atyre. Kush janë këta? Une do ta kryj këtë punë të premtoj në Allah. Une do ta realizoj atë pasha Allah. Dhe kur të jep bes, kur të premton, tradhton. Është pronari aty ky punon, pak largohet. Ky e ndryshon bisedën, e ndryshon punën. Punëtori punën e ban, mirë, po atë që i takon nuk e merr. Disa do të dalin me flamurin në dorë. Hadhihi ghadratu fulan. Kjo është tradhtia e filanit. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, me lejen e Allahut azza wa jall, vazhdojmë së bashku në hijen e fjalëve më të mira, në hijen e fjalëve më të bukura, në hijen e fjalëve më të sakta, në hijen e fjalëve të atij i cili nuk flet nga hamendja, i cili flet nga shpallja që i vjen prej Allahut azza wa jall, në hijen e fjalëve të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Në një prej haditheve të cilin e nxjerr Imam Buhariu nga Ebu Huraira radhiyallahu anhu, i cili transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë Allahu azza wa jall. Pra bëhet fjalë për një hadith i cili quhet hadith qudsi. Ka thënë Allahu azza wa jall: "Thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyamah." Tre njerëz janë ata të cilët unë do të jem hasmi i tyre në ditën e kiametit, në ditën e gjykimit. Allahu thot, tre njerëz, apo tre grupe të njerëzve janë që në ditën e gjykimit unë do të jem hasmi i tyre. Subhanallah. Çka do të thot hasëm? Hasëm përdoret edhe në gjuhën tonë, edhe në gjuhën shqipe. Populli e përdor për atë i cili është në hasmëri, është në armiqësi me dikant. Dhe ai i cili është hasëm me dikant, ai është i kujdesshëm, ai ruhet shumë, ai e di që ka bën ndonjë gjë që tash rrezikohet dhe edhe kur del nga shtëpia do të kujdese, do t'i merr gjitha shkaqet që kur të del mos të ketë ndonjë rrezik. Dikush i cili ka hasëm, mirë po, nuk bëhet fjalë për hasëm, nuk bëhet fjalë për armik nga mesi i njerëzve. Megjithse ti paramendoje nëse e ki armik dikant i cili ka fuqi, dikant i cili ka pushtet, dikush i cili ka njerëz shumë pas vetes, dikush i cili në dunja është i madh, paramendoje ti veten nëse ke hyrë në hasëm
me një familje të cilët janë vrasës, problematika, njerëz të vështirë, njerëz me të cilët nuk i dilet me kry, dhe tash ti prej sonte ma nuk i e rahat. Pse? Ke hi në hasmëri, në gjak me filanin. E para mendoje nëse është në pyetje fuqi më e madhe. Para mendoje nëse ti je në armiqësi me shtetin. Dhe sa njerëz të cilët duhet të ikin në përkufi, në për vende tjera, të ruhen, frika e madhe, shteti i kërkon, ndërsa është në pyetje kush? Ana njerëzore. Fundi i fundit, kush do që të jetë, në fund janë njerëz. Mirë, po këtu Allahu Azza wa Jall na tregon, jo për hasëm nga ana njerëzore, armik i cili do të jetë dikush nga mesi i njerëzve, jo. Thalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyamah. 3 njerëz, unë do të jem hasmi i tyre ditën e gjykimit. Kush? Allahu Azza wa Jall. Subhanallah. E ai i cili do të del në ahiret, Allahu është hasmi i ti, para mendoje si mund të jetë gjendja e tij. Ky njeri do të jetë i humbur, do të jetë i dështuar, do të jetë i dëshpruar, do të jetë i dënuar në ditën e gjykimit. Kush është ky njeri? Megjithse të gjithë ata të cilët janë zullumqar, të gjithë ata të cilët janë kriminal, të gjithë ata të cilët janë gjakpirës, të gjithë ata të këqit, të kategorisë më të lartë, Allahu do të jetë hasmi i tyre në ahiret. Mirë, po në këtë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i veçon vetëm 3 prej atyre. Për çfarë arsye? Për kërcënim që neve të na tregon, ruaju, mos u ban prej atyre. Këto 3 grupe, këta 3 njerëz, ruaju ti si musliman, mos u ban prej atyre. Kush janë këta? Që ne të ruhemi, ne të kujdesemi, ne të kemi kujdesin më të madh në jetën tonë, që mos të bijem në shkallën, në kategorinë e tyre. Grupi i parë apo njeriu i parë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se Allahu Azza wa Jall ka thënë, rajulun a'ta bi thumma ghadar. Ky njeri është ai i cili jep në emër të Allahut Azza wa Jall dhe pastaj tradhton. I jep dikujt garancë, i jep dikujt siguri, i jep dikujt fjalë, i jep dikujt besë me premtim të Allahut Azza wa Jall. Une do të kry këtë punë të premtoj në Allahu. Une do të realizoj atë pasha Allahu. Mos e ki gajle për këtë gjë, besën e ki në Allahu. Dhe ky njeri dëshmitar besën, betimin e jep në emër të Allahut Azza wa Jall. Mirë, po çka ndodh? Thumma ghadar. Pas këti besatimi dhe pas këti betimi, ky njeri tradhton. E tradhton besën, e tradhton fjalën, e tradhton betimin që e ka dhënë. Ky njeri është tradhtar. Dhe tradhtari është prej njerëzve më të këqij, sidomos kur të është betuar në Allahun. Allahun e ka pas ky në fjalët e tij, në besën e tij. Allahun e ka pas në premtim, në besatim, në betim, dhe ti i ke besuar. Kur të thot pasha Allahun, u kry. Besën e ki në Allahun, u kry. Kur njeriu e përmend Allahun, ne si musliman i besojmë. Mirë, po ky njeri pastaj tradhton, dhe kjo është nga cilësitë e munafikëve. Kjo është nga cilësitë e hipokritëve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha 4 gjëra. Nëse janë te dikush, kush i ka këto 4 gjëra, është munafik, hipokrit, i kulluar. E kush e ka vetëm njënën prej atyre, e ka një cilësi të hipokritëve, të munafikëve. Në mesin e këtyre 4-ve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, wa idha ahada ghadar. Dhe kur të jep besë, kur të premton, tradhton.
Kjo është cilësi e munafikëve. Kur të premton, tradhton. Dhe ky njeri është i rrezikshëm, ai i cili tradhton në mesin e muslimanëve, ai i cili njerëzit i tradhton, ai i cili është tradhtar, por kundrazi, besimtari duhet të jetë besnik. Besimtari është ai i cili e mban fjalën, wa aufu bil ahd. Çojeni në vend fjalën që e keni dhënë, besën që e keni dhënë. I ke dhënë besë dikujt, nuk ka më kthim mbrapa. I ke dhënë fjalë dikujt, nuk ka më kthim mbrapa. Besimtari nuk tradhton asnjëherë. E nëse tradhton, është prej atillëve që Allahu Azza wa Jall do të jetë hasmi i tij në ditën e gjykimit. Kështu ndodhi me një njeri i cili ishte shembull i mirë, të cilin e përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, megjithse kishte jetuar para këtij ummeti. Dy njerëz, njani prej atyre kërkon borxh. A mundesh me mi gjetë borxh 1000 dinar të asaj kohe? Thot, unë mundem me t'i gjetë 1000 dinar. Mirë po, kush është dëshmitarit? Kush do të dëshmon që unë ti kam dhënë? Ky njeri nuk kishte dëshmitar. Tha, dëshmitari im është Allahu Azza wa Jall. Allahu na sheh neve. Allahu është dëshmitari im. Tha, e nëse nuk i kthen, kush është ai i cili do t'i kthen borxhin të hollat në vendin tënd? Tha, Allahu Azza wa Jall. Unë e kam Allahu, nuk kam dikant për njerëzve. Allahu e kam dëshmitar, Allahu do t'i kthen. Ky njeri u pajtua dhe i dha borxh 1000 dinar dhe e caktuan kohën, ditën kur duhet të kthehet borxhi. Kaloi koha. Pasi kaloi koha, ky borxhliu i cili i ka marrë të hollat, doli që të udhton dhe t'ia dorëzon, t'ia kthen borxhin atij. Doli mirë, po ishte udhtimi i tij me anije që ta kalon ujin të del nga ana tjetër. Doli në Bregdet. E pret ndonjë anije, e pret ndonjë lëvizje, mirë po askush. Priti që të shkon dhe ta kthen borxhin në datën e caktuar. Mirë po, nuk e gjen asnjë zgjidhje, asnjë mundësi. Atëherë, duke pas frikë Allahun Azza wa Jall, e mori një dru, e mori një cung, e mori një letër, e shkruajti atë dhe i futi në të hollat dhe atë e futi brenda në drurin të cilin e gjeti dhe e mori e lëshoi në ujë. O Allah, unë për dëshmitar të mora ty. Unë thash që nëse unë nuk i kthej, do t'i kthen Allahu. Unë mbështetjen e kam te ti. Bismillah. E lëshoi drurin në ujë edhe u kthi. Ai atje nga ana tjetër, në datën e caktuar, doli që ta pret borxhin, që ta pret atë i cili do të vjen dhe do të mi kthen të hollat. E priti një kohë, mirë, po njeriu nuk vjen. Duke dash që të kthehet, e sheh një dru mbi ujë, të cilin e ec uji, e ecin valët. Tha, do të pres dhe do ta marr atë që s'pa ku ta çoj në shtëpi, kur të thahet e djegi, e shfrytëzoi për nxemje. E priti dhe e mori atë. Kur arriti në shtëpi, kur e coptoi drurin, e pa që brenda në te është një letër nga ai borxhliu dhe janë brenda në te 1000 dinar. Subhanallah. Ai i cili ka dhënë besë në emër të Allahut, ai i cili dëshmitar e ka marrë Allahun Azza wa Jall. Mirë, po ky njeri nuk u reatua përsëri, i tuboi edhe një herë 1000 dinar dhe pas një kohe i erë mundësia të udhtoi edhe një herë. Kur arriti tha, o filan, ma ban halal, kam dal mu udhtu, po nuk kam gjet anije, nuk kam gjet mundësi, s'kam pas mundësi me ardh në ditë që ta kthej borxhin. Tha, mos e ki gajle. Allahu Azza wa Jall borxhin tënd e ka kthyer në vend, nëpërmjet atij druri më ka ardh borxhi. Subhanallah, ai i cili betohet në Allahun, ai i cili besatohet në emër të Allahut,
Ai I cili e bes, fjalë, premtim në emër të Allahut, kjo është një përgjegjësi e madhe. E ai I cili e tradhton atë, a'ta bi thumma ghadar, jep në emër të Allahut dhe në fund e tradhton. Ky është tradhtari. Ky është tradhtari për të cilin tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, li kulli ghadirin liwa yawm al-qiyama. Secili tradhtar në ditën e gjykimit do ta ketë një flamur. Kur të dalin njerëzit para Allahut, disa do të dalin me flamurin në dorë. Në atë flamur shkruan, hadhihi ghadratu fulan, kjo është tradhtia e filanit. Allahu do t'i korit, Allahu do t'i turpron, Allahu do t'i poshtron tradhtarët në ditën e gjykimit. Andaj njeriu I parë, ai I cili jep në emër të Allahut dhe tradhton. Njeriu I dytë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamana. Dhe ai I cili e shet një njeri të lirë dhe e han pastaj pasurinë e asaj shitje. Përpara ka pas robi është shit. Mirë po I liri nuk është shit. Dikush me mashtrim e ka shit njeriun e lirë, I ka marrë të hollat. Ky është zullumqar I madh, hasmi I të cilit në ditën e gjykimit do të jetë Allahu azza wa jall. Dhe njeriu I tretë, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajra. Dhe këtu mund të hinë shumë prej njerëzve. Dhe kjo është e rrezikshme. Dhe kjo mund të na kaplon shumë prej neve. Kush është ky? Ai njeri I cili merr punëtor. Dhe se cili do të ketë kujdes ta sheh vetveten në jetën e tij, në punën e tij, në biznesin e tij, në firmën e tij, në rastet në jetën tonë të përditshme. A thua vallë, mos ndoshta edhe ne mund të bijem në këtë shkallë, në këtë kategori. Wa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajra. Ai I cili merr punëtor, ban marveshje që punëtori t'ja kryn këtë punë, punëtori e kryn atë, mirë po në fund ky nuk ja jep hakun, nuk ja jep shpërblimin. Subhanallah. Ky njeri është zullumqar, ky njeri është mëkatar. Mirë po ky njeri është I rrezikuar në ahiret. Deri në çfarë shkalle? Deri në atë shkallë sa që hasmi I tij në ahiret do të jetë Allahu azza wa jall. Për çfarë arsye? Se ka mashtruar, për arsye se ka tradhtuar, për arsye se ka dëmtuar, ka marrë punëtor. Sa prej njerëzve kanë punëtor? Elhamdulillah, punëtori është mirësi prej Allahut azza wa jall. Ai I cili punon te dikush dhe ai I cili ka punëtor. Këto të dy palë janë bashk, e ndihmojnë njëri tjetrin. Se dikush mendon që une të ndihmoj ty, une të kam marrë në punë, une të jap ty, është realitet. Ti jep punëtorit, edhe punëtorit jep ty. Çka të jep punëtori? Punëtori të jep punë dhe ti është problem me pagesë. Mirë, po këto të dy shkojnë bashk, e ndihmojnë njëri tjetrin. Pronari ka interes të punës që bëhet, punëtori ka interes të rrogës të cilën e merr. Mirë, po këtu duhet të ketë drejtësi. E sa pa drejtësia bëhet në mesin e njerëzve. Sa pa drejtësia bëhet në mesin e besimtarëve në aspektin e raportit pronar-punëtor. Sa prej njerëzve ju hyhet ndër hak, ju bëhet pa drejtësi. I bëhet pa drejtësi punëtorit, i bëhet pa drejtësi edhe pronarit. Kur punëtori nuk ja jep hakun punës. Kur punëtori I ka 8 orë punë, ama punon sa 4 orë. Dhe 4 orë të tjera mundot t'i humbë në gjëra të kota dhe me arsye, pa arsye. Në sa raste punëtori e shfrytëzon punën
e shfrytëzon pronarin, e merr rrogën, ama nuk e ka merituar. Nuk e ka merituar, ka ik në të djathtë dhe në të majt. Është pronari aty, ky punon, pak largohet. Ky e ndryshon bisedën, e ndryshon punën. Dhe kjo është rrezik. Nga ana tjetër, është rreziku i pronarit. Punëtori punën e ban, mirë, po atë që i takon nuk e merr. Dhe kjo është me rrezik. Vjen i pari, rrogën duhet ta merr me të parin, ndërsa ai e merr me të pestin. Ky është zullum, kjo është padrejti, kjo është prej gjunaheve ndaj Allahut Azza wa Jall. Sistemi islam, rregullin që e gjen në islam nuk e gjen askund tjetër. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jepja punëtorit rrogën, jepja punëtorit shpërblimin para se t'i thahen djersët. Subhanallah. A ka ma preciz se kaq? A ka ma korrekt, ma drejt se kaq? Jepja punëtorit hakun para se t'i thahen djersët. Do me thonë, në momentin që e ka bo punën, jepja shpërblimin. Në momentin që e ka realizuar atë që i takon, jepja atë që e meriton. E sa për njerëzve bahen të padrejt në këto raste. Dhe në këtë hadith hyn ai njeri i cili e shfrytëzon punëtorin, e shfrytëzon dikant për t'ia kryer një punë. E thret atë në shtëpi, në një ndërtim, në një renovim, në një rregullim, e thret atë. Për sa të holla më kryet mua kjo punë, vallai këtë punë ta kryjm ne për kaq, për 1.000 euro. Në rregull, prej filan date mundesh me ardh me kry. Vjen ai edhe ta kryen punën. Dhe pasi ta përfundon, atëherë i thot, në rregull është krejt, shumë faleminderit, mirë po të hollat nuk i kam, për pak ditë kam e t'i dhon. Kjo çka është? Kjo është mashtrim. Kjo është rrezik, kjo është gjuna ndaj Allahut Azza wa Jall. Nuk guxon besimtari në këtë mënyrë, në këtë lojë ta shfrytëzon dikant. Dhe në fund do t'i jap. Jo. Po si është mënyra korekte, si është mënyra e drejtë, a mundesh me ma kry këtë punë? Po, sa kushton kaq. A mundesh me ardh me e bo, ama të hollat nuk i kam. Nuk i kam të hollat. Pas 1 muaji t'i jap. Pas 2 muajve t'i jap. Atëherë jemi në rregull. Në sa raste njerëzit ankohen, ata që punojnë në ndërtim, ata që kanë tregti të ndryshme, ata që kanë biznese të ndryshme, ata që punojnë në zanate të ndryshme, profesione të ndryshme, e sheh në sa raste një mënyrë e tillë shfrytëzohet për mashtrim. Dhe në sa raste njerëzit në ankohen, Hoxho, plot për njerëzve vinë në këtë mënyrë. Kur vjen momenti i pagesës, ai largohet dhe thot, do t'i bi, do t'i sjelli. Pastaj edhe nëse i sjell, po pastaj ndoshta edhe nuk i sjell fare. Apo do t'i jap gjysmën, dhe gjysmën pas 2-3 javë dhe matja gjysmën tjetër, haroje se nuk e gjen. E çon veturën me rregullu, e lën veturën. Hajde se vetura është këtë në rregull, e kena rregullu. Sa kushton kaq. Shumë faleminderit. I merr çelsa të hollat do t'i bi. Kjo nuk është kontrata. Kjo nuk është marrëveshja. Kjo nuk është mënyra që duhet të punohet në mesin e besimtarëve. Është haram. Është gjuna para Allahut Azza wa Jall. Besimtari duhet të jetë korrekt. Besimtari duhet të jetë i drejtë, duhet të jetë fer. Po nëse nuk janë të hollat, tregoj me kohë. Tregoj që unë e paret nuk i kam. Nëse mundesh me më kry punë dhe të hollat t'i sjelli. Ndërsa ai i cili është korrekt, Allahu do t'i jep bereqet atij. Ai i cili është i drejt, Allahu do t'i jep edhe më shumë pasuri atij. Kështu ndodhi me një njeri nga 3 ata të cilët ishin në shpellë, duke ecur, i kaploi koha me shi, hyn në një shpellë, u rrokullis guri dhe e mbylli derën e tyre. Dashtën që ta shtin, mirë po nuk kishin mundësi me dalë. E vetmja zgjidhje
ishte lutja, kërkimi prej Allahut Azza wa Jall. O Zot, ja Rabb, na e lëviz gurin, nga se 3 bura nuk ishin në gjendje me shty gurin e madh, shkambin e madh, guri nuk lëviz. Atëherë than, do të bëjmë dua, do të lusim Allahun Azza wa Jall, se cili prej nesh me nga një gjë që e kemi bo për Allah. I pari e përmendi respektimin e prindërve, i dyti e përmendi zinan që i ka ardhur mundësia dhe është larguar, i treti tha, ja Rabb, kam pas shumë punëtor, krejtve u a kam dhënë hakun, kam punu, po, aq sa të takon urdhro, krejtve ja u kam dhënë hakun, por veç një prej atyre, erdhë momenti që ta merë hakun e ti, rogën e ti, nuk e mori, u largua, erdhë pas një kohë të gjatë. Subhanallah, tha, o robi Allahut, ma jep hakun që më takon. Tha, o ti filan, a ishe këto lop, a ishe këto dele, a ishe këtë pasuri, të gjitha janë tuat. Tha, apo ban hajgare me mua? Tha, jo, pasha Allahun nuk baj hajgare, mirë, po ajo pasuri që ka qenë pak, është tu. Ajo është dash ti merë 1.000 euro, ti me 1.000 euro ke punuar 5 vite, 10 vite, ato janë shtu, kur vjen momenti sa ja jep 1.000, jo, ato janë ba ma shumë. Tha, gjithë kjo pasuri është e jotja mere. Tha, i mori krejt dhe nuk la asgjë. O Zot, nëse e kam ba sinqerisht për hir të andin, ne e lëviz gurin. Allahu Azza wa Jall e lëvizi gurin dhe dolën prej shpellës së tyre. Pra besimtari të jetë korrekt, mos të jetë nga ata i cili merr punëtor dhe pastaj ju hindër hak atyre, nuk ja jep pagesën që e meritojnë. Në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon 3 njerëz Allahu do të jetë hasmi i tyre në ahiret. Kush janë ata? I pari, i cili jep besë dhe fjalë në emër të Allahut dhe tradhton, i cili e shet njeriun e lirë dhe i merr të hollat dhe i shfrytëzon, dhe i treti, i cili merr punëtor, punëtori i a kryen punën për të cilën e ka marrë dhe në fund punëtorit nuk ja jep pagesën që i takon. E lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na ruan mos të jemi prej këtyre llojeve të njerëzve. Allahu të na mbron nga mashtrimi, nga tradhtia, nga zullumi, nga çdo cilësi e cila nuk i takon besimtarit. Lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu ibadetet tona të na i pranon, gjunahet tona të na i fal dhe të na i pastron, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.